Një ngjarje e rëndë është regjistruar mesditën e datës 2 janar në Orikum. Llogara Xhebroi ka vrarë fillimisht gruan e tij, ndërsa më pas i ka dhënë fund edhe jetës. Ngjarja është regjistruar në banesën e këtyre të fundit, ku 52 vjeçari, sipas informacioneve nga policia, e ka dhënuar në trup dhe mbytur gruan e tij, ndërsa kanë qenë fëmijët, të cilët kanë lajmëruar qendrën shëndetësore Orikum, teksa kanë gjetur nënën të pajet në banesë. Ndërsa trupi i pajet i Soset Xhebroi është transportuar drejt morgut të Spitalit Rajonal të qytetit të Vlorës, bashkëshorti 52 vjeçari ka dhënë fund jetës duke qelluar veten në garazhin e banesës me një armë zjarri tip pistolet, ndërsa në vendin e ngjarjes është gjetur edhe një gëzhoj. Mësohet se çifti kishte një ambient lokal në hyrje të Orikumit dhe ishin prindër të dy djemve. Çifti kishte patur edhe më parë konflikte dhe ishin në proces divorci. Jashtë kamerave, familjarët e çiftit kanë deklaruar se ata ishin ndarë 2 vite më parë, ndërsa u ribashkuan sërish, por konfliktet vijuan dhe së fundmi ishin në proces divorci. Komshinët e çiftit ndërkohë deklaruan se kanë mbetur të shokuar nga ngjarja, ndërsa i njihnin për njerëz të mirë dhe nuk kishin dëgjuar për konfliktet mes tyre. Shumë njerëz të mirë, në punë tyre, në hallën e tyre, shumë punëtor kanë qenë. Jeni fshinj afër, po jeni 30 metra larg. Po, shumë njerëz të pangatruar kanë qenë. Keni qenë ndonjëherë në shumë debat me tjetër? Jo, edhe tash ishim duke rënë treg tash. Kishim njerëz kurnatin aty me gjithë shoqen e me djalin. U habitëm, era si bom. Ngjarje rënd. Kemi ngel pa fal. Ngjarje rënd apo jo? Ku punonin? Këta kanë pasur një biznesin e tyre. Kanë pasur një tip kështu lokal. Punonin bashkë. Biznes, sa i thon. Tabakino, shici cigare. Po. Punonin Gjëra bashkë. ushqimore, gjëra kështu. Punonin bashkë, burrë grua. Bashkë të dy burrë grua. Sa fëmijë kishin? 2 çuna. Të madhin 20 vjeç dhe tjetrin 16, duket. Policia ndërkohë po vijon hetimet për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje të rëndë, të regjistruar në ditën e 2 të vitit 2026 në qytetin e Orikumit.